Shpërndarja e bonusit të fundvitit për pensionistët pogradecar nisi që në 1 dhjetor duke shënuar fillimin zyrtar të pagesave që pritet të lehtësojë shpenzimet e festave të fundvitit. Posta shqiptare ka hapur sportelet posaçërisht për këtë proces, një mas që synon të shmangë vonesat dhe fluksin e ditëve në vijim. Bonusi konsiderohet nga pensionistët një mbështetje e rëndësishme në prag të festave, një shtesë që u vjen në ndihmë për të përballuar kostot e jetesës dhe për të kaluar një fundviti më të lehtë, ndërsa kërkojnë rritje të plotë të pensioneve pasi po jetojnë me lëmosh nga shteti. Unë jam me invalid, nuk nga dalin të përshme. I lashet Merkuri në Maqedoni me venat blokura. Në djale invalid e ka. Nuk më shenë të nada, për shakë të dhe. Neri s'na ndimon, asë në një gjë, asë me shërbimo, një tekse për 300.000. Ata marri nga 4 melon, nga 2 meloneve tashi, në dhe ashtë radheve. Muajnë titër tashi, që na japë 180.000, tashi shka 80.000. Po bëja o pensionistët shkoshtë. Jemi super pak. E morë. Faleminderit. Ja më tushin një ditë. Sipas skemës së merituar, bonusi ndahet në 2 nivele, duke favorizuar ata me të ardhura më të ulta. Pensionistët që marrin deri në 20.000 lekë në muaj përfitojnë 15.000 lekë shtesë, ndërsa ata që përfitojnë mbi këtë shtesë marrin bonusin prej 10.000 lekësh. Ky diferencim konsiderohet si një mënyrë për të mbështetur më fort familjarët që ndodhen në vështirësi ekonomike, sidomos në periudhën e fundvitit, kur rriten shpenzimet për ushqime, barna dhe produkte të tjera të domosdoshme. Procesi pagesave do të vijojë pa ndërprerje gjatë gjithë muajit dhjetor dhe tek pensionistët që nuk arrin ta tërheqin menjëherë këtë afat deri në 30 qershor të vitit të ardhshëm. Pas kësaj date, e drejta për të përfituar bonusin humbet, prandaj autoritetet këshillojnë që të mos shtyhet pa arsye tërheqja e tij. Kujtojmë se pensionistët mund ta tërheqin bonusin në pikat ku marrin zakonisht pensionin në bank ose përmes pagesave në llogari bankare që kryen automatikisht.